gocat tona kemi një rutinë shumë të gjatë këtu prej 8 vjetësh. Dhe kemi qenë një ndër ekipet kryesore në kampionatin shqiptar, duke qenë gjithmonë në 4 më të mirat. Këtë vit, me ekipin U16, neve jemi në fazën për të kaluar në finale, edhe unë ndeshëm me ekipin e Korça Volejt, një ndeshje e luftuar nga të dyja ekipet, se të dyja ekipet pretendonin që të dilnin në finale. Kështu që ishte një ndeshje shumë me luftuar. Dhe falenderojmë dhe ekipin e Korça Volejt për performancën e mirë që dhuroi dhe për të pranishmit, po dhe një lojë shumë e bukur. Pastaj ndeshja tjetër ishte me Flamurtarin, një ndeshje që u fitua, po që asnjëherë nuk ka ndeshje të lehta, se me moshat janë ndeshje që atëre kur thua fiton, atëre humbet. Kështu që falenderoj gocat për shpirtin luftarak që treguan, edhe i uroj dhe për nesër që ndeshje me Minatorin e Rrëshenit, i uroj suksese. Apolonia U16 tashmë është një hap larg titullit kampion, ndërsa në finalen e madhe do të sfidojë ekipin e Rrëshenit. Ky duel do të përcaktojë kampionin e re kombëtare të volejbollit për femra në këtë kategori. Tifozët Firak presin me emocion, ndërsa vajzat janë të vendosur